Vllaznia vijon të jap sinjale pozitive në fazën përgatitore duke regjistruar një tjetër fitore, ku qeblut triumfuan 4-0 ndaj Burrelit, skuadër e kategorisë së parë drejtuar nga tekniku shkodran Samuel Nikaj në testin e zhvilluar në stadiumin Loro Boriçi. Shkodranët e zgjidhën ndeshjen që në pjesën e parë fal 2 golave të Muratajt në minutat e 16 dhe 33. Në fraksionin e dytë, vllaznia ruajti ritmin dhe e thelloi rezultatin me Zohulen në minutën e 56 dhe Tafilin në të 75-ën, duke vullosur fitoren 4-0. Pas ndeshjes, zëvendës trajneri i vllaznisë Erki Boshi u shpreh se skuadra po tregon përmirësim të dukshëm në aspektin fizik, ndërsa theksoi se drejtuesit janë ende në kërkim të përforcimeve për të plotësuar organikën përpara nisjes së sezonit. Vllaznia pret akoma edhe 2-3 përforcime, besoj që deri nga java tjetër ekipi do të jetë i kompletuar. Jo 100%, po besoj që 99% do të jetë i kompletuar. Në fund do të ketë vend edhe për një goditje tjetër, besoj në raportin e sulmit, por për objektivet jena pak herët me fol, besoj që me kalimin e kohëve edhe objektivat i kena më të qarta. Nga ana tjetër, trajneri i Burrelit Samuel Nikaj vlerësoi paraqitjen e ekipit të tij në disa momente të lojës. Ai pranoi diferencën në cilësi mes dy skuadrave, por nënvizoi se pavarësisht humbjes, pa element pozitiv mbi të cilët do të vazhdoj puna në javët e ardhshme. Në fakt, ne jena në fazën më të keqe sepse vetëm 2 javë stërvitje, edhe normalisht shumë lojtarë në provë, lojtarë që nuk i kanë ato proceset stërvitore të bëme kretë prej fillimit që kena fillu, por ne jena proces konsolidimit sepse kena ndru pothuajse 70% skuadrës vitshme. Megjithatë bëm një ndeshje të mërkurën me Tërbunin, ku realisht me të zhgënjym, kurse sot pash disa gjëra pozitive, nuk jam krejt i zhgënjym, pa varësisht rezultatit, se vllaznia vjen prej Europës e është skuadra e stërvitune me kualitete. Po është disa individ lojtar cilët besoj që kanë me u shpreh mirë në vazhdim të kampionatit. Të hënën, Kuqeblu do të udhtojnë drejt Pukës, ku do të zhvillojë një fazë të re stërvitore dhe pritet të luajnë edhe disa ndeshje të tjera miqësore në kuadër të përgatitjeve për sezonin e ri.